E ki rastin e përparim Ramës. Nuk e di nëse e ke pati të zhurmshëm apo pa të zhurmshëm. Matematika e ti, forma e ti e komunikimit. Forma e ti e komunikimit. Bërja e ti e fushatës. E kemi bo fushatën në Prishtinë, e kemi bo bashkaresht, e di bashka po flasë. I kemi mujtë krejt. Krejt kanë qenë bashkë kundër neve. E di që po flasë. Krejt i kemi mujtë. Krejt i kemi pas kundër. I kemi mujtë bashkë me qytetarë. Kur kush tjetër? Shqyqani, me ka qenë ju bashkë me PDK-n e keni mujtë Hajrullah Qekun në raundin e dytë. Jo, i kena mujtë edhe PDK-n edhe Hajrullah Qekun. Në raundin e dyta? Në raundin e dytë votat e ki nda me gati për gjysë ndej. Kom ardhen 10.000 vota Hajrullah Qekut, ku i shkun ato? Prekajt ardhen ato 10.000 vota. A bën me ditë, a bën me tregoni, a ma jep dikush një përgjigje. Ma në bremë se po na reduktoni fitore tona, po na reduktoni si një partije tjetër. Just një partije tjetër. Gjithë po bo diskurs, po thot Prishtinën e ka fitu, hiq vetë e kena fitu. Përparim Rama ka fitu në Prishtinë me projektet e veta, me ekipin e vetë, me vizionin e vetë, dhe me lidhjen demokratike të Kosovës, dhe me qytetarë të lirë të gjitha partive, cilat i respektojmë. Vota në raundin e dytë është ndashi që një pak votën, se seri kandidati rriti ka 10.000 vota, ka ardhen 10.000 vota tjerë. Neve nuk në ardhen 20.000 vota ma shumë. Po këstu që po vjen vota një partije komplet tjetër, ishtë doshin 20.000 vota me pas ma shumë. Ashtë sa i ka pas ajo parti. Nuk janë ashtë të rëndësishme parti tjera. Ne kemi pas garë. Kemi dorë të parët. Pas 12 viteve të parët kemi dorë Prishtinë. Jo kisha mujtë me të regu, po më doket shumë e pasjellshme me të regu që mbi 65% e elektoratit PDK se ka votu përparim Ramës. Shumë mirë që janë. Po mirë, që 65 o më shumë se 35 nga oran tjetër që e shkuandej. Po jo, shqeqoni, në regull është, jo vetëm ata. Unë besoj që ka pas dhe votus televizës vetëndosi në nivel nacional që kanë ardhur për neve në zgjedhje lokale. Por Prishtinën e ka fituar përparimi dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Siç ka pas votus të LDK-s në zgjedhje nacionale, që e kanë votu Hajrullah Qekun në zgjedhje lokale. Shumë ma pak. Adim se ma pak, se parti ma e vogël, jo, për që të ma pak. Jo, sepse mi dollë parti e parë në asamblej. Për herë të parë mi dollë parti e parë. Kjo, shqeqani, LDK-ja ka mobilizuar votën lokale në maksimumin e vetë. Kam qenë i përfshirë në ditë më ditë. Dhe me thonë, kemi bo fushat në Prishtinë si LDK. Raundin e parë kemi qenë veç vetë. Me kundër projekcionit të mdoja që zëtë jemi fare në garë. Se jemi të humbur. Shumë pak njerëz kanë besuar që LDK do të jetë në garë. E din këtë gjë. Pra e din shumë mirë. Ne kemi arrit, dalim në garë, të fitojmë me dignitet pastër, dhe natyrisht si alternative të gjithëve. Në raundin e dytë ne duhet të bëjmë edhe më të gjërë se sa vetëm vetja. Prandaj falenderojmë gjithë ata që na kanë mbështet. Kanë bërë mirë që na kanë mbështet. Kanë bërë shumë mirë që na kanë mbështet. Pa ato vota s'do të bëheshin, normalisht s'do të bëheshin. Le ta kemi qartë, por fitoria, motori i fitores, arsye kryesore është LDK-ja. Thua se po bëhet që këtu s'ka pas kur far roli LDK-ja, se një far konstante është diku tjetër te partia e tretë në Prishtinë. Kandidati ka shumë rëndësi. Natyrisht kandidati ka rëndësi. Se LDK-ja kush e ka prunë kandidat më i pari këtu në Prishtinë? Kush e prunë atë kandidat këtu? Apo harroni të shbona? A keni njoftë ju më herët atë kandidat që po këtë kandidat, të cilën e kam sjell përparimin me besimin e plot që ka me qenë kryetar i jashtëzakonshëm i Prishtinës. Edhe kemi punu ditë e natë me bo kryetar të Prishtinës. A keni punu si LDK në Prishtinë? Maksimalisht. Ma shumë se për zgjedhje nacionale. E në zgjedhje nacionale ku rezultati? Nuk është tash rënje shumë e madhe, po shqeqani Prishtina nuk ka hu rezultati nacionali i degët Prishtinës. Ky është rezultati i kandidatit. Jo. Sepse kandidati se janë dy votime normal. Është për asamble edhe për kryetar. Për asamble është e partijake. LDK-ja në Prishtinë në asamble është partia po. Mirë, a ka pas kandidat për kryetar me asamble kur identifikohesh që kime pas një kandidat për kryetar përparim Ramën. Që kjo e ka bo fushate ndryshe që e ka bo Lumir Abdigjiku. A është të vërtet? Ndryshe në raport, po flasë për çështjen e agresivitetit në raport me kritiken dhe Jo, s'kemi pas një komedit që ka ma ndryshe, kemi bo njëta gjëra, njëtat kritike kemi bo punë teren ma shumë. Nuk kemi pas nga projekte tema nacionale për Prishtinë. Kemi thonë po blokojemi, kemi thonë këto projekte po na ndalen, kemi thonë këto janë projekte tona për cilat i do t'i bëjmë dhe ky është ekipi jonë. S'ka pas tema tjera ma radikale, s'kemi hedh gaz lëtsjell, s'kemi bo protesta masive, ka qenë qëndrime politike dhe mirë që shbo dhe do të bëhet. Diku një stok kemi fitu ma ndryshe, në Lipjan ndryshe, në Pe ndryshe, në Dragash ndryshe, në Viti ndryshe, në Jonik ndryshe, konteksti lokal është pa ndryshe dhe nuk është ashtë i thjesht si përbëhet, por çdo fitore LDK-s është e mirëseorur, por para se gjitha është e LDK-s. Nuk ka logjik t'i atribuojmë dikujt tjetër.